Këtë vend këtu nuk e kemi zgjedh kot. Jo, ta dini se cili për jush. Kërkohet sakrifica. Ne do mlidhemi këtu. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi i lirisë. Do çirojmë dha përtes. Erdhëm këtu për t'i qëndruar armikut përballë. Erdhëm këtu për t'i futur të merrit hajdutit. Erdhëm këtu për t'i thënë hajdutit qërou. Erdhëm këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Çdo shqiptar duhet ta di këtu se ky shesh, kjo foltore përmbush misionin e saj vetëm kur shqiptar të largojnë këta hajdut nga qeveria. Ndaj dhe u bëjnë thirrje shqiptarve, shpirtit tyre të protestës, idealeve tyre të lirisë, karakterit dhe dignitetit tyre, të ngrihemi sepse këta hajdut po vjedhin parat, po vjedhin qenjen tonë, po vjedhin tarthën tonë, po shkatrojnë Shqipërinë. Edhe njerë ju falënderoj shumë. Ju falënderoj shumë. Dhe ju ftoj të vazhdojmë betejën tonë, një betejë e cila do të përmbys narkodiktaturën e urryer të hajdutëve të mëdhenj të kombit shqiptar, Edi Rams, Lumi Ballukut e të tjerëve. Fitore! Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe ati ja uroi 120 vjet. Vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar u rikujtoi se historia, se koha thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërtet është 90-97. Por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di, se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Miq, jemi vetë vend në botë që në një harë kohor 7 vjeçar janë shpenzuar 400 milion euro për djegësin e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Asnjëri prej tyre sot nuk ekziston. I Tiranës nuk ka një tull, sepse parati ka vjedhur Edi Rama me Erjon Velin. Akshi është kopshti Edi Rams, kopshti privati Edi Rams, në të cilin bashanaku i tij ka fituar me 10 tendra.
Çfarë i ka ndodhur atij? E kemi ndenancuar me 10 hera si gjë, për kundazi vazhdon të vjedh taksat tuaja. Unaza e madhe e Tiranës, këto ditë, mediat kanë publikuar lotin 4. A e dini ju miq, si loti 4 janë 14 lote me të cilat Belinda Balluk, Lubi Balluku, me Edi Ramen, e rritën kostën e ndërtimit të unazës në 450 milion euro. Më falni, unaza nga tegu, teknologjiku, është ndërtuar para vitit 2013. Cila ka qenë kostoja? Me të gjitha ato vepra arti që ka, shko e shifeni, kostoja ka qenë 3,8 milion euro. 3,8 milion euro. Cila është kostoja kilometrit? Sot, 20-22 milion euro kilometri. Dhe jo e të loti 4, gjdo lot. A ka njeri në botë që mund të imagjinoj se një qeveri e ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote. Thjesht të vjedh më shumë. Sigurisht këto ditë ishin motë të mëdha të pamohueshme. Pa pyesni pak. Pse nuk lëvizën Skarpatat Gjirokastër të Belen? Dhe u them unë ju, në rrafshin gjeologjik, ajo është Skarpata më e shkripshme, më e rrezikshme. Këto ditë pati motë të mëdha. Pse nuk lëvizin Skarpata e rrugës Kombit? E dini vetë se si janë Skarpatat e tij. Pse nuk lëvizin Skarpata e Fratër, e rrugës Fratar me Maliaj? Shko shifni si janë. Kurse rrugë të Lumbis dhe Trams u shem në njëra mas tjetrës. Po miqtë e mi, se kur ndërtohet rruga, pjesë e madhe e investimit shkon me ngurësimin, me mbrojtjen nga Skarpata. Skarpata është pjesë edhe me rëndësishme se vetë rruga. Urdo çfarë ndodh tani. Urdo çfarë ndodh dhe ndodh pasi kanë 4 fishur çmimet. Të vjen ndonjëherë të duket si një kafe 50 milion shi i tunelit Llogaras. Vjedhje tjera janë vetëm një gjë, për se cilin prej jush, po dhe çdo shqiptar, kudo që është, i kujtoj këtu se në 12 vite Edi Rama me Lubi Ballukun kanë administruar taksat tuaja. 67 miliard euro. Në 8 vite kemi administruar 28 miliard euro, sepse ne kishim gjysmën e taksave, besonim dhe besojmë që ne qeveria duhet marrë minimumin nga qytetarët. T'ja u lëra atyre të investojnë, se investojnë më me eficiencë. 67 miliard euro krahasoni me 28 miliard. U dyfishun rroga e pensione. U ndërtuan rrugë të paktën 13 herë më shumë se në 12 vitet e tyre. Merrni pak nga Hanihotit në Kakavi, akset dhe në çdo drejtim. U ndërtuan 1000 sa shkolla kopshte e tjerë.
një numër i konsiderueshëm spitalesh. Me ato para, po me 67 miliard, çfarë është ndërtuar? Me 67 miliard, e ka thënë Banka Botërore, e ka thënë Komisioni i Kontrollit Shtetit, janë vjedhur të paktën 90% të tyre. Nuk ka popull në botë më të vjedhur se sa ju, se sa ne. Nuk ka popull në botë më të vjedhur.